ndërkohë Kina ka shfrytzuar të gjithë këtë moment për të nisur stërvitjet ushtarake rreth Tajvanit. Pamjet që po shihni në këto momente janë publikuar nga ushtria kineze dhe Pekini zyrtar thotë se misioni i tyre i koduar, misioni i drejtësisë, po zhvillohet disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan shitjen e një prej paketave më të mëdha të armëve në Tajvan me vlerë $11 miliard. Ky veprim shkaktoi reagime të menjëhershme nga Pekini, i cili nga ana tjetër sanksionoi firmat amerikane të mbrojtjes. Përpjekjet e Tajvanit për të rritur mbrojtjen këtë vit kanë zemëruar pikërisht Kinën, e cila pretendon ishullin e vet qeverisur si territor të tyre dhe kanë thënë se është një luftë e cila do të bëhet kundër disidentëve ose më saktë një paralajmërim që do të bëhet kundër forcave separatiste dhe disidentëve të cilët e mendojnë Tajvanin jo pjesë të Kinës. Ishte ky një briefing i qartë të gjithë situatës dhe zhvillimeve më të fundit sa i përket konflikteve më të nxehta globale. Mbrëmjen e sotme në program do të diskutojmë më gjërësisht takimin Trump-Zelenski, i cili duke nuk dha ndonjë rezultat të drejtë për drejtë për fundin e luftës, por pati një riorientim strategjik të saj, mbi të gjitha përpjekjen e Kremlinit për të minuar çdo mundësi për të arritur një paqe me Vladimir Putin dhe ekipin e tij, të cilët pretendojnë se Ukraina ka sulmuar pikërisht një rezidencë të rëndësishme të vetë kreut të Kremlinit.